Një zhvillim i rëndësishëm ka prekur projektin e aeroportit të Vlorës. Kompania gjermane Munich Airport International, e lidhur me menaxhimin e aeroportit të Munichut, ka vendosur të mbyllë degën e saj në Shqipëri dhe të tërhiqet përfundimisht nga projekti për operimin e aeroportit të ri. Sipas informacioneve të publikuara në media, bordi drejtues i kompanisë ka miratuar nisjen e procedurave të likuidimit dhe të regjistrimit të degës së saj shqiptare. Në vendimin zyrtar theksoi se ndërprerja e aktivitetit në Shqipëri konsiderohet si zgjidhja më e përshtatshme për interesat e kompanisë dhe se procesi do të kryhet në përputhje me legjislacionin shqiptar. Munich Airport International kishte hyrë në tregun shqiptar në mars të vitit 2025 me një objektiv të vetëm, menaxhimin e aeroportit të Vlorës. Sipas kontratës koncesionare, kompania ndërtuese Vlora International Airport është detyruar që operimin 35 vjeçar të aeroportit t'ia besojë një operatori me përvojë ndërkombëtare, pasi aksionerët aktual të projektit nuk kanë eksperiencë në administrimin e aeroporteve. Për të përmbushur këtë kusht, Aeroporti i Vlorës kishte paraqitur një marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë e aeroportit të Munichut. Madje biznesmeni Behgjet Pacolli kishte deklaruar publikisht se aeroporti i Vlorës do të operohej nga grupi gjerman. Megjithatë, situata duke se ka ndryshuar pas përplasjeve mes aksionerëve kryesor të projektit, Behgjet Pacolli dhe Valon Ademit. Burime të ndryshme sugjerojnë se konflikti mes palëve ka ndikuar në vendimin e kompanisë gjermane për të tërhequr duke lënë partnerët në mes të mosmarrëveshjeve të tyre. Largimi i aeroportit të Munichut krijon një tjetër pikpyetje të madhe mbi të ardhmen e aeroportit të Vlorës. Përveç vonesave dhe ndërtimit i cili ende nuk ka asnjë afat të qartë për përfundimin, tashmë shtrohet edhe pyetja se kush do të marrë përsipër operimin dhe menaxhimin e aeroportit në rast se projekti arrin të përfundojë.